Policia ka zbardhur autorsinë e shpërthimit me eksploziv që ka ndodhur 2 ditë më parë në një punisht të Sallami në Fushkruj, duke identifikuar dhe shpallur në kërkim një 26 vjeçar si autorin kryesor të dyshuar. Pas hetimeve të zhvilluara nga forcat e policisë në komisariatin e Krujës, u bë mundur identifikimi i autorit të ngjarjes, i identifikuar si shtetasi Kristian Caka, 26 vjeç banues në Krujë. Shtetasi në fjalë dyshohet se është përgjegjës për vendosjen dhe shpërthimin e një sasie lëndë plasëse në murin rrethues të një biznesi në Fushkruj gjatë natës së 5 marsit. Shpërthimi shkaktoi dëme të vogla materiale dhe fatmirësisht nuk pati të lënduar. Ngjarja u raportua nga pronari i dyqanit, i cili njoftoi menjëherë uniformat blu. Në përgjigje të kësaj, uniformat blu ndërmorën veprime të shpejta hetimore dhe përmes analizës së provave të mbledhura nga vendngjarja, si dhe pamjet e kamerave të sigurisë, arritën të identifikojnë të dyshuarin dhe të zbulojnë itinerarin e lëvizjes së tij. Gjatë hetimeve u bë i mundur dhe gjetja dhe sekuestrimi i automjetit të përdorur nga autori i dyshuar në momentin e kryerjes së ngjarjes. Ky automjet është marrë si provë materiale dhe po i nënshtrohet ekspertizës për të zbuluar të tjera detaje që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Për 26 vjeçarin Kristian Caka rëndojnë 2 akuza: shkatërrimi i pronës me eksploziv, që parashikon dëshkrime të ashpra për dëmtimin e qëllimshëm të objekteve apo pronave përmes mjeteve shpërthyese, dhe mbajtja pa leje e prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, një vepër që dënohet rënd nga ligji, duke qenë se paraqet rrezikshmëri të lartë për sigurinë publike. Aktualisht policia po vijon intensivisht kërkimet për kapjen e 26 vjeçarit, duke bashkëpunuar me të gjithë strukturat e saj dhe duke ngritur kontrolle në disa zona të mundshme ku ai mund të jetë strehuar. Gjithashtu po hetohet për të zbuluar nëse i riu ka patur ndihmë apo bashkëpunëtor të tjerë në këtë akt kriminal.